Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, zoti Ali Ahmeti, ka konvokuar takimin e radhës, seancën e radhës të kryesisë qendrore të Bashkimit Demokratik për Integrim, respektivisht kryesinë e Këshillit Përgjithshëm, për të diskutuar edhe për zhvillimet aktuale politike në vend, ku me kujdes mjaft të madh po i përcjellim të gjitha ngjarjet, aktivitetet, zhvillimet, po edhe politikat degraduese. Gjithashtu, kryetari Ahmeti sot ka konvokuar këtë mbledhje edhe për të ndërtuar qëndrimin e Bashkimit Demokratik për Integrim para një takimi final apo raundi final të bisedimeve me partitë e tjera politike për të performuar në zgjedhjet e ardhshme lokale. Sigurisht se kryetari Ahmeti është në komunikim të vazhdueshëm me të gjitha partitë politike në vend, veçanërisht me partitë politike që e përbëjnë Frontin Evropian, po edhe partitë tjera politike të cilët janë opozitare, të cilët e kundërshtojnë këto politika degraduese në vend, dhe se sigurisht sot ne po e ndërtojmë edhe qëndrimin ton para një raundi final të negociatave për performim të përbashkët në zgjedhjet e ardhshme lokale. Nuk mund të flas për qëndrimet e partive të tjera politike, mund të flas për qëndrimet e Bashkimit Demokratik për Integrim. Ne po bëjmë punën tonë si partia opozitare, e cila ka legitimitetin e tërësishëm të votuesit shqiptar në vend.